Kjo vizit besoj që e tregon vendosmërinë e NATO sa i përket mos ndryshueshmërisë çështjes së aleancës në raport me qoftë me Bosnjën, qoftë me Kosovën, pasi në nivel të NATO-s kemi pas një diskurs interesant muajve të fundit, pas orës në pushtet president Trump dhe sidomos në raport me Ukrainën ka pas një lloj ndryshimi të politikës së SBA-ve krahasuar me qeverinë paraproke dhe kjo mbase rrit rrezikun që qoftë në raport me konfliktin me Ukrainë, qoftë në raport me çështjet ruse në vendet e tjera të Evropës, përfshirë në Ballkanin Perëndimor, të ketë një tendencë më të madhe që të përshkallëzohet siguria, duke ja rritur barrën e shteteve të Evropës sa i përket fokusit të tyre në raport me sigurinë e përgjithshme, mbase ndoshta një çështje e butë e Amerikës ndaj Rusisë jep një jep fuqi Rusisë që të provoj që të nxit konflikte qoftë në Bosnjë apo Kosovë dhe mendoj që qëllimi i kësaj vizite ka qenë që me dërgu mesazhe që NATO mbetet e palëkundur, pa marrë parasysh ndryshimeve të ndonjë antari në këtë rast antarit kryesor faktikisht të NATO-s, mbase Evropa më në fund duket se është zgjuar dhe dëshiron që të merr obligimet e NATO-s mbi vete. Nuk besoj që ka me pas ndonjë ndryshim të politikës amerikane sa i përket Bosnjës dhe Kosovës, po reagimi amerikan në raport me Bosnjën dhe Hercegovinën nuk ka kurfar asnjë zë në qeverinë amerikane apo për çarqet amerikane që është folur se NATO prezenca amerikane në Kosovë do të ndryshoj, mbase në ditët apo në muajt në vijim do të ketë diskutim për një ripozicionim të rolit amerikan dhe për faktin që ka prioritete mbase edhe më të mëdha, sidomos zona e Pacifikut ku ballafaqohet me një sfidë shumë më të madhe se sa sfida ruse me cilën ballafaqohet Evropa e që do të mund të ashtyjë SBA-n që një pjesë trupave të i bart në atë zonë, po nuk pritet që të ketë ndonjë ndryshim shumë të madh sa i përket pozicionit në raport me shtetet tjera të Evropës, po vetë fakti që në Ukrainë ka një tendencë që Amerika të jetë më pak prezente, kjo e rrit interesin e rus për me shkaktuar destabilizim më të madh në Ballkan Perëndimor, aty ku ka dhe struktura të cilat janë të gatshme për të nxitur këto destabilizime, për faktin që Evropa mbase është më pak e fuqishme vetën që të ballafaqohet me shumë konflikte. Faleminderit, zotëri Miftaraj, cili është mesazhi politik që na përcjell kjo vizitë për vendet e Ballkanit Perëndimor? Besoj ato që ka thënë në gjithë është në por mesazh për Bosnjën e Hercegovinën, për Kosovën, do të thotë një mesazh konfirmimit që NATO do të qëndroj një farë mënyre të t'i mbroj interesat e saj në Ballkanin Perëndimor, por që besoj fuqishëm që është një mesazh drejtuar ndoshta qinit ton verior Serbisë, e cila kemi thënë vazhdimisht se ka që të themi një fuqi destruktive dhe në këto kohë, mund të them pa kohë, nuk e marr përpas edhe faktin që në Serbi pothuajse në 3-4 muajt e fundit kemi protesta masive dhe presidenti Serb Vučić atje për herë të parë po e ndin në farë mënyre tronditjen që vjen nga populli, nga studentët përmes këtyre protestave për herë të parë po ndihet ndoshta i pafuqishëm në 10 vitet e fundit prej sa që është në pushtet. Kështu që do të thotë është një mesazh që NATO në farë mënyrë do t'i mbrojë interesat në Ballkan. Është shumë e rëndësishme kjo vizitë e sekretarit të NATO-s dhe për faktin se në farë mënyrë NATO po si organizatë ushtarake, po besoj edhe mesazh i Bashkimit Evropian se në kohën kur bota po ballafaqohet me tronditjet në skemën e re që po ndodhin qoftë lufta në Ukrainë, qoftë do të thotë ajo që ka ndodhur në Siri, Gaza e të tjerë, NATO pi tregon Evropës për Ballkanit Perëndimor se edhe nëse kemi brenga shumë më të mëdha, do të thotë prapë kjo pjesë e botës do të thotë është një interes strategjik ku paqja, siguria do të thotë duhet të jenë në vend të parë. Tash unë duhet të besoj që politika në Kosovë e kupton drejt këtë vizitë dhe do të një farë mënyre në takimet që t'i ketë nesër do të jepet përkushtimi që në radhë parë për presidentës Republikës
pastaj edhe për kryeministrit që çka është në fuqinë e tyre politike, do të bëjnë gjithçka që është e mundur që sa më shpejt do të thotë të bëhet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve që ndodhen muajin e kaluar dhe që vendi në farë mënyrë të formoj sa më shpejt që është e mundur institucionet. Kosova është e vërtet që deri me 22 mars të këtij viti ka një kuvend i dal nga zgjedhjet e vitit 2021 me të gjitha kompetencat, e ka një qeveri e cila deri me 22 mars prapë përsëris ka të gjitha kompetencat, por që do thotë pas certifikimit të rezultateve Kosova të duhet të kishte maturinë politike që të formojë një qeveri, e cila qeveri pastaj do të jetë në gjendje të asigurojë funksionalitetin e shtetit. Dhe funksionaliteti i shtetit besoj është një ndër ato garancat më të fuqishme dhe pritjet legjitime edhe të sekretarit NATO-s dhe të shteteve të BE-s që presin nga Kosova. Fatkeqësisht, mund të themi prej shpallës pavarësisë së këtej, për herë të parë Kosova organizoi zgjedhje të cilat ditën e zgjedhjeve e thamë të gjithë se ishin shumë të rregullta, me një dalje mund të themi masive të qytetarëve, në një klimë atmosferë shumë demokratike, po që pastaj u përkthyen fatkeqësisht me një profesionalizëm të skajshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të numërimit të votave, mund të themi sot u mor vendim për të rinumëruar, nëse s'ka bëj afër 50 kuti të vendvotimeve, që edhe kjo do të ndikojë në shtyrjen e afatit të certifikimit të zgjedhjeve, e që në fund mund të themi që edhe pse ndoshta nuk e kanë cenuar në maksimum integritetin e zgjedhjeve, prapse kanë lënë një shije të keqe, do të thotë e them prapë për herë të parë në shumë vite kur Kosova do të thotë në farë mënyrë u ballafaqu me këtë problem. Pse është e rëndësishme konstruimi i institucioneve për NATO-n, është e rëndësishme sepse NATO dëshiron që në kontakte, takimet, të ketë persona, përgjegjës persona që kanë legitimitetin e kanë legalitetin për të marrë vendime. Në një kohë kur mund të ndodhin shumë gjëra, e përmenda Serbinë, presidentin Vučić, i cili fatkeqësisht sot pas shumë kohe e përdori e pati një fjalor ku përmendi edhe luftën, e përmendi do të thotë se jetojmë në një kohë të rrezikshme ku nuk përjashtojnë, do të thotë nuk e përjashton edhe luftën. Kjo në një farë mënyrë jep mesazhe të cilat në publik, qoftë Kosovë, qoftë në Bosnjë, qytetarët mund të friksohen, mund të ndjellin themi frikë, e cila pastaj përkthehet në pasiguri. Për këtë arsye Kosova do të duhet që pas vizitës, pas certifikimit të zgjedhjeve të gjendet një konsensus politik, të lihen anash ndoshta dhe interesat apo notat partijake për të formuar institucione të cilat pastaj do të jenë në gjendje në farë mënyrë do të thotë ta tejkalojnë këtë gjendje në situatën në të cilën jo vetëm gjendet Ballkani, po besoj do të thotë këtë pasigurinë që ka kaplu e tër bota. Një vendim në Washington mund të themi që në farë mënyrë po lexohet, po interpretohet apo po ka ndikim në të gjithë botën. E në vendet ku ka një demokraci të preshtë, si në Ballkanin Perëndimor edhe në Kosovë, një vend ku funksionaliteti institucioneve nuk ka qenë asnjëherë në nivelin që në farë mënyrë e garanton sigurinë, padyshim që do të thotë kjo ndikohet edhe më shumë tek ne.